që jeni me ne duke ndjekur Perma VIP sonte. Dhe doja një falënderim edhe për Universitetin Mesdhetar. Para regjistrimet në Universitetin Mesdhetar kanë filluar me 50 programe studimi në 4 fakultete, zgjedh rrugën drejt suksesit. Universiteti Mesdhetar është gjithmonë zgjedhja e parë. Okej, tani do shkojmë në fermë, ju lutem mundsoni pak lidhjen me ta, sepse dua të flas pak me ta. 40, unë e di për shtëpia. Ka qenë 40 shtëpia, ka qenë fshat i vogël. Atëherë, grupi jam sërish me ju. Ju thash pak komente më parë që do të kemi shumë sfida sonte. Disa janë të rëndësishme, 2 janë të rëndësishme dhe kanë të bëjnë pikërisht me finalen. Ndërsa njëra është patjetër edhe kjo e rëndësishme, por nuk ka lidhje me lojën. Ka lidhje me atë që ju dëshironi të sakrifikoni për miqësinë. Nuk e di, gjatë këtyre ditëve, gjatë këtyre gati 80 ditëve që jeni aty brenda, keni patur kohë të mendoni për miqtë tuaj? Për ditë. Për ditë. Edhe ju ka marrë malli, besoj? Janë zakonisht shumë. Mendoni që ju kanë mbështetur gjatë asaj kohe që jeni aty? Pa diskutim. 100%. Je sigurt. Son, kush është miku, mikesha jote më e mirë? Ela, Ela. Ledio. Okej. Ela, mendon që të ka parë? Uf. Është ajo që ti marrë rrjetet sociale tani që je brenda apo jo? Është edhe menaxhmenti im. Është dhe menaxhmenti, okej, mirë. Vis, ti ke shumë miqe shok edhe në Australi, po edhe këtu, apo jo? Kam atje, kam në për Europë, kam tallakat. Një ke tallakat gjithandej. Okej. Sara? Unë kam jashtë në Shqipëri. Edhe për ty më thanë që ke mikeshat e tua janë jashtë më shumë, në Gjermani është mikesha më afërt, ë? Okej. Po shpresoj diasporën, ta ketë mbuluar ajo. Ta ketë mbuluar diasporën. Okej, Ilir, ti ku i ke miq tani? Se ti jeta jote është ndarë mes Romës edhe Tiranës. Po, si visi dhe unë pak e shumë, kam miq shumë në Itali, kam miq në Shqipëri, disa merren me ardh, disa jo. Thjesht me ato që të hajtë muhabeti. Moza, ti ke ndonjë mikesh të ngushtë, mikesh zemre, unë të kam dëgjuar njëherë që ke thënë që nuk ke një shoqe të ngushtë që i tregon gjithçka. Është e vërtet? Tani, unë kam shumë misi pune, jashtë edhe brenda, kam misi kërkimesh, do më thonë që bëjmë kërkime të çuditshme, kërkime pune, kërkime arti, kërkime historike, po kam vite që merrem me këtë smurin dhe s'kam mundësi, dhe s'kam ç'a tregoj përveç se dhe ato, kur kam tentuar në herë tregoj, gjitha thonë, e po ti tani, kështu që s'kam ç'a tregoj, kupton? Vetëm misi pune kam dhe kërkimi, po i kam shumë të mira këto misi, po janë shumë gra dhe shoqe që unë punoj me këto, si në universitet, si në Fransë, në Paris kam, si në Tiranë që më ka lidh puna me televizionin dhe me botimet, kështu që nuk e gjej se cilën mund të keni intervistuar. Atëherë, në fakt nuk i kemi intervistuar, por i kemi sjell më afër se ç'mendoni. Shikoni pak në ekran. Shikoni pak në ekran. Na i trego. Tan. Kenzo! E gjeta! Atëherë miqtë e mi ka ardhur për Sonin Ela, për Omirin Ervin Beleri, për Visin Manpeza, për Bujakën miku i tij Kenzo, për Sarën Engji, për Mozën Rita Petro dhe për Ilirin Arbër Sulstarova. Disa janë personazhe të njohur, disa më pak. Janë miqtë e ngushtë në gjysmë finalistëve tanë. Unë do t'i përshëndes, si që shikoni janë në fermë, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët, shumë e lumtur t'ju kemi sonte pranë nesh. Doni t'i takoni, besoj, apo jo? Jo, nuk mund të dili. Po pse? Po ja, pra, po unë edhe ju a thash. Unë edhe ju a thash që do duhet ta fitoni takimin me mikun e zemrës. Po ç'a të bëjmë tani? Dhe ta tregoni se sa rëndësishme është misia për ju. Po na Jemi me këto të mrena Misia ta bëjmë do ato jashtë? sakrifica. Kështu Kenzo, qa do që me bo për ty, o vlo? Agaj do t'ju vendos për para një sprove për të kuptuar se sa
Deri ku shkon se cili prej jush për të takuar mikun e ngushtë sonte. Unë do të ftoj disa prej jush të vinë të gjithë. Në fakt, e janë tek Agaj për të marrë mjetet e punës për sfidën. Me fustan, po sot e gjetë. Po, me fustan. Mos kini merak se nuk do të ndikoj për keq veshja, për kundrazi. Do bëjni më të bukur. Mjetet e punës për sfidën. Shkojmë tek Agaj dhe do ju shpjegoj se çfarë do duhet të bëni. Arbana. Atëherë, miqtë e mi, keni një Michel, Bajgash dhe Krimbash. Merrini me vete se cili Michelën tuaj. Fantastike, Arbana. Mrekulli. Arom fantastike. Arom lulesh. Që do e përqafoj e lënu? Se ka njoni që lëviz ka më shumë se tjerët këtu. Arbana vrove. E di, Aga, jo unë. Ja të dalim. Shkojmë tek arena, aty ku ishit. Dalim arena. Se arena, ku ishim. Na vrove. Ua, po kështu do i përqafoj njerë që vjetë mbas 2 muaj. Ore, do t'i hajmë Me këto, këtë po jo erë. them, do t'i hajmë. O, bujaka! Që të bëju në qela vetë, me Ja, qa më shkojnë shkje. finalin, a mbylli derën. Hajde, s'ka që dhe bajmë. Okej, dalim, shkojmë prapë tek arena, do ju shpjegoj se si do procedojmë me Këtu, o, bujaka. të përzierjen e mrekullueshme. Ela është shpirt, jo krimba, po nuk di do me thënë. Thoni duke që t'ka marrë shumë malli, e? Po jam të vdek. E pa atëherë, Dhe për peshkim, Arbana. Po, ato kishim hau. atëherë, Po visi s'ma ke rrugumuar. ideja cila është, në ato mishelat që keni, në ato enët që keni, ku ka të përzjera, bajga dhe krimba, brënda keni një derkuc të vogël, shumë të vogël të cilin duhet a gjeni. është gjallë? Ta nxirrni derkucin nga balta me pak fjalë. Arbana, qa dërkuci? Po pak të të bëjmë figu. Figu. Derkucë burë. Dere vla, Dhe mbasi ta nxirrni gjallë, Dhe mbasi ta nxirrni derkucin nga balta. Më dëgjoni? Dua t'ju shoh juve, ju lutem, se dua të shoh pak fermerët. Me inkuadroni pak fermerët, se është e rëndësishme kjo që do ju them. Mbasi ta nxirrni derkucin nga balta, krimbat duhet i hani. Ja fute kot Mos ja tani. fut kot. Duhet i ani. Varja, do i ha. Gjeda aty brënda. Do i ham. Do i hash toni? Po pa tjetër. Do hajmë dërkuci dhe do hajmë timën. Kishim marrë funelën. Ore, po për misioni kemi bërë këto e? Ta bëjmë spektaklin se është për të bërë, që të thëmë? Atëherë, kush do filloj pari? E filloj unë. Soni, Po. gjeni derkucin si fillim. Të gjej dërkucin. Po, Nuk do ta hanë vërtet, apo po bëhe shaka? Do ashtë E gjeta. e gjete. Po. Okej, Po. tani, Po. do ashtë krimba. gati të ham një nga krimbat? Po. Jo, Soni! Jo, të lutem Ta ha. Soni! O, Soni, jo! Po apo jo, mi se ha. Po. Jo! Ja! O, Soni e pa parë, mund dalesh nga s'ta kërshoshe. Naj ta bëjë dhëmë. Do vira baj, po who cares? Të ishim shumë kom. Se kisha bukur. Okej, kush është i O dy? jeta ime! Vira baj, po s'ka problem, o nga krim për ty. Është jeta ime, ka lëma mëllë. Kisha. Hami? Hëngra krimit të hëngër të mortja. Për ty në bërneshu. Po zot sa e bukur je. Mos du që s'ka marmalli. E si jeni se vjera bajkës po ju përqafoj. Jo, mi, ose është Se kam funduar të bajkë. Si je? O shpirë ti jem. Ha, po ku t'i gjonë si jam, ha, si jam? Ti ndjesh? Po si ndjem ja shu sot kam qërë kështu si kalje. Pash, po s'ke pse. Ku e pemi, pse e dha? Si jo? Si për që bëjnë gjë tjetër, ne? Ne, ha mi. E, dukesh si shpirt. Dukesh shumë bukur, të Shpirt, betohem. jam man të keqen. Haj, je lodh me mua? Jo fare. Se po lodhur? kundra, si të betohem. Mirë? jo. Super mirë. Që thot Marina? Marina është më krenare se sa mendon ti. Seriozisht? Të betohem.
Këta këtë jashta parashikueshme. Okej, po e lëm Sonin të vazhdoj bisedën me mikeshën e saj, me Elen, të çmallem pak me njëra tjetrën dhe ecim ndërkohë shkojmë tek arena ku kemi fermerët e tjerë se dua të shikoj se kush do e provojë radhës. Grupi, kush do ta bëjë radhën? E bëj unë. Gjithë? Liri, për t'i ngrënë, ë? Unë hajde njerëz mja Për t'i ngrënë, prit një sekund tashi. Arbër Sustarova ka ardhur për ty. Do t'a gjejmë Derkucin, do t'a ham Krimbin. Po patjetër. Patjetër. Sonja, Sonja hangri. Dëgjoj, proteina janë fund fundit. Proteina janë, hajde Ilir, po shojmë. Derkuci do ash Krimbin, o do ash Derkucin dhe do gjesh Ka qenë edhe smura Albana, do na smuret më keq. Ja dhe Derkuci. Okej. Qega E simpatik. nxori Derkucin nga balta. Okej. atë që lëviz, është A më i i që në freskët. viste, po pra të gjem atë të freskti. Ata marrë nga që. Jo, këtë timi mos e ka cmo. Krimbin që do haj, do ta gjejmë Ti kaluje strategji. 40 krypa deri tash, çfarë bën? Ja, tek. Ja, se doja gjeja një që lëviz. Ja, shive, është i freskët. Shive sa i freskët është? I freskët. Jepi. O, zot. Nuk është i keq. Dalë me njerëz, dalë me njerëz. Arbana ju nuk e ndjeni atje, por këtu ka dhe aromë. Ilir, mund dalësh ta kosh arbrin. Ikse na marrove krymën. Pse kaloi o vlla, pse kaloi? Pse kaloi poshtë? Nuk e di. Ska hongër gjithë ditën më plak, ka qenë smun. Nuk ka të gjithë ditë. Arbana, muna mus me kalu poshtë qysh, se edhe sëni se kaloj. Mos e kalon për vlla. Bujaka, ja një sekund, ta shikojmë pak takimin e Ilirit me arbrin edhe do kthehem tek ti. Po kam. Po, ishte shumë i shishëm. Edhe bën mirë për stomakun. Shpijele? Që vërë? As kisha dyshirë që dhe kisha. Dishtina bë me armë. Në kam për e vitë, do fort. Do fort. I lava duart, po gjithsesi po i jam. Era krym. Era krym, ha? Okej, Iliri, përshëndetje edhe miqtë e tjerë. Keni një kujtim. Shkojmë te Jaka, se po prit Jaka. Ju do mundsoni lidhjen me arenën. Jaka, Po, pyetja ishte a duhet ta kapërdish apo vetëm ta kafshosh? Po. Duhet ta ka për ti. ka dole Romer, ka dole Su zë... dëgjova Arbanën, në faqë. Soni nuk e qej Ose se dëgjova poshtë. mirë. Soni nuk e qej poshtë, veç e provoj që atu, Ajde, shio. provoje shijen, na trego dhe ti si është. Hajde. Hajde. A dhe çak më këta pjek. Jaka, e ke shok të ngushtë të djalin që ka ardhur? Super shok. Super shok. Ja vlen domethënë. Ky Derkucia është haram a halal? Derkucin aty. Ku sara? Haram halal. Është jetë një Asna lodër. vrove, more Okej. Kenz. O, që sa polives ka që ky Ai, këka. ai madhi, është i mirë, ai është i fjamos. Prita shohim Jaka. Jepi, ha. Shive! Mos e kalo! Zot! Ja piva gjokun. Ja pive gjakun, Jaka, mund shkosh ta kosh shokun, Jaka. Hajde, Kenzo! Yes! Normal, do ta kishe ngrëndi për Ilirin? Jo, maksimumi mund të kisha kafshu pak, po të direkt. Arbana- Po ç'është kjo? Unë se disha po i urojm darkë të këndshme gjithë. Arbana, Aty që po shohin. Krimbat në kini, han Më krimbat fal, gjithë dark. i kërkoj ndjes gjithë shoqeve të mia. Nuk do i kishe ngrënë? As për finales do e kisha ngrënë. God. Ja, ja, Po, ja. Arbana, po nuk Sidomos- të isha për Sidomos ty. nga bajga. Ja, sidomos kjo fraza, ja piva gjakun. Ja piva Oh my god. E shohim pak Jakën dhe takimin me Kenzo ndërkohë. Ato duhet Ka dal Jaka. O, znek formula, njo! Dise marmitët dhe qaj e bitën kaloje. Falë të kom disë në krim për Për ty fryta mbrënda, po. Ta o zame ti, dhe që asë bëj për ty. Arbana, falimderit shumë, E shumë Jaka, falimderit. bravo, bravo, një gjë Qa shumë e për bukur. averin e din ti, ja Sakrificë piva madhe. gjokun krimvit. E a pive gjakun. pusho, pusho. Ta që shkojmë prapë tek arena, shohim kush e ka radhën dhe kush do që ta vazhdojmë sfidën. Kjo është Atëherë, ka mbetur Romiri, ka mbetur Visi, Sara dhe Moza.
Do ta bëj unë tani. Me Sarën. Okej, Sara. Hajde, Sara. Jemi gati. Jemi gati. Për ty ka ardhur Engji, Sara. Po. Zoti madh, unë gjithë këtë kohë në ferm vetëm me bajga ja marr. Pra ne e mbajgu. Atëherë, do ta kesh problem. Ja, e gjeta këtë derkucin. Derkucin e gjete. Okej. Gjede i krym. Sa i shpifur. Fal ti e lak e bagla. Mos flit. Je gati? Gati, të kam në plan. Mund shkosh, Sara, të takosh Engjin. Arbana, këto janë makabritete. Makabritete. Ky është emisioni i horrorit. Drakulës, vetëm ai hante krimbat. Nuk është e lehtë, Ermal. Jemi në gjysmën finale, vështirësohet situata. Si je? Si je? Kjo them një sekret? Zor, me Engji. Ik nga shoqërime. Më kuroshe. Se mbaj pakira Okej, dhe Sara takon Engjin mikeshën e saj, shkojmë prapë tek arena për të parë radha e kujt është tani, e Visit, Romirit apo Mozës? Çuna, kush do vazhdoj? Romiri. Romiri, hajde Romir. Për ty ka ardhur Ervin Bejleri dhe po të pret. Okej. Po të thosha që atë ndoshta atje nuk ndihet, po këtu ka dhe aromë, Ka aromë, e imagjinoj, Po. të mrekullueshme. edhe duket që këtë e ka bërë familja, se ajo ka pas pak bark këto kohë të fundit. E Ja, gjete, Derkuci. Derkucin. Po çfarë ere mor shok. Ha, mosha. Jidi pak se Qa do ujë? po. Jidi pak se ka pas viroz familja. O, zot. Shplau bajgën. Romir! Jiri ta shty pak. Të bëfni. Ti e futi në gjuhë direkt. Okej, mund Po, shkosh gjuhës Romir besoj, të e? takosh Gjuhës Vinin? ta Po. jetë efekti. Eja, po Ik tako vidin. Na. Ti e futi në gjuhë direkt, mor. Ma mirë për Çfarë kanë këtu? Ma mirë për cilë e pa e ka fshuar, se s'ndjen gjë. Po këta si me pat lëm Po pa nuk duhet ta ngrënë. kafshoje, mor, nuk duhet ta kaloje, mor. Shomozën që as një koment. As je pas merë. Unë besoj se e bën Moza. Nuk besoj se e bën Moza. Po Se e bëra do e bëj për ju. Po. Wow. Ose bëj Moza. Për një sekond. E kam krimbin akoma këtu. The time of my life! Më hirë! Lali, më ke përmendur disa herë. Me atë historinë, ti dil për jashtë, dhe ik, zhduku. Ishte histori Qobo. Si e? Ja dhe Romiri ka takuar Vin Beleri, mikun e tij të vjetër, ndërkohë që tani jemi te Visi. Shkojmë te Visi, ju lutem. Vis. Për ty ka ardhur Mand Peza, një nga miqt më të vjetër dhe më të mirë që ke, e di, se di tani sa ja vlen të hash atë krimin për Mand Pezën, po ti do vendosësh vet. Unë pa haj 2. 2. Wow. Okej. Unë për mandin. Pasa ma vështirësi me gjetë Derkucin. E gjeta. E nxori Derkucin nga balta. Okej. Dhe a gjete në një të mirë që lezetshëm. Prita shoh, zot, o vis, o vis, o vis. Okej, mund dalësh. Visi landuar për sa të shkoj të takoj mikun e ti. Si një legendë se nuk e kemi Më mirë. thanë tani më njoftuan, po vjen një nga ato kontenitorët për juve. Asnjë lloj shifre dhe motivi dhe arsye. Ka përshmendje, në? Zero. Si ja që sigur. Shumë sigur. Kam një super Ato kontenit Ke një super Pas propozime interesante Atë kontenitorin vlerësoj. sillë se është gati për thjerëzorët armikë. Shojmë Visi ndërkohë që takohet me Mandin. Ku jere dreq? E qafsha për zotin. Dhe me Vini që janë një tjetër. Tani do më qoni pak të Moza. Moza, Po këtu jam. momenti jonë. Ç'kemi sa tani? Jepi Moza. Faleminderit për darkën e mrekullueshme. Tash ti, duhet ta bëj këto unë që ta Tani, takoj apo jo, mund ta jo. takoj dhe pa këtë? Jo, tani. Ti duhet ta bësh këtë për ta takuar. Po? Por kjo nuk është detyrueshme.
Pra, nëse ti nuk do ta bësh, mos e bëj, mos u vi përpara përgjegjësisë ose nëse është një gjë që e ke me siklet. Rita Petro mund ta takojmë çdo kohë dhe mund mos e bëj, po do ta bëj në radhë parë për votuesit, për juve dhe për gjithë publikun që e pret këtë sfidë për meja. Okej. Kështu që do ta bëjmë si që bëjmë tërsa nuk jam më një se shokët në plastik. Moza kërkon Derkucin. Inshallah s'na trova atë, si i thonë. A është e jotja ajo? Se mos është në njëra që ka dalë Derkuci, apo jo? Si kur s'po gjej Derkuc këtu, mos është... Mund të më ndihmojnë kameramanët, ishte kjo që mora? Mos ka ngatruar Moza këtë kontenitorin e vetë, mos nuk është i saj. Po e kishte para vete. Ai është, më thonë, Moza? Ka pa Derkuc më duket. E gjete, bravo, e gjete, okej, shumë mirë. Moza për ty krimbin. Pjesa e parë, iku. Tani pjesa e dytë është pak më e sikletshme. Moza nuk e nevojë ta golltisësh, ndoshta mos e prekas me gjuhë, s'ka problem. Moza, bëj si kur e ha. Jo, më do ta kafshojmë. Jo, Moza, të lutem. Moza, jo. Bravo, Moza! E kaloi Moza dhe një limit tjetër. E papar. E paparje. E Rita Petro, kam bo shumë për ty, po... Faleminderit, unë e vlerësoj shumë dhe e vlerësoj shumë që ti ke hyrë në këtë spektakël duke qenë njeriu më spektakolar i spektaklit. Kështu që faleminderit. O Rita, mos bëj shumë. Hajde, Rita besoj do të ta di gjithsesi, ë, do ta. Jo, s'dua që të ma di. Absolutisht. S'dua që të ma di, s'dua të krijoj varësi nga kjo që bëra. E kam bërë mbi gjitha për spektatorin dhe për fermën. Okej. Kupton? Ato raporte që kam, ato du të mbaj. Okej. Jo pri sakrifice. Ti e di. Okej. Shkojmë jashtë. Si jemi, më faqë jemi gjithë bajta. Se kam fritur më gjam Po ti gjithë të qarë së të kishim. Time, e morave. E morave. Më shova që që me të. Më faqë, si jemi, si aqon, jam gjithë bajtë. Po punë e madhe një zemra. Punë e madhe, kështë dhe sfitë shoqërore. Ta takojmë dhe Mozën. Po ma lejme më një qikë. Vazhdoni. Kjo ka ardhur për visin, nuk ka marrë për... Ne bashkë njifemi, unë e mandi, po të dumë fort, kaq. Unë lejta më thunë me shpresë se do më toleronin. E hongri kërëve? Po, e ka qova. Po, edhe këto më thanë që nuk bëhet. Atëherë, miqtë e mi, më duhet që ju të ktheheni në arenë dhe të përshëndeteni me miqtë tuaj më të ngushtë, sepse na duhet të ecim me spektaklin. Unë i falenderoj edhe një herë të gjithë ata që u bën pjesë e kësaj surprize, Elën, Ervinin, Mandin, Kenzon, Engjin, Ritën dhe Arbrin. Faleminderit shumë, të gjithëve. Ju lutem të ktheheni tek arena.